Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Trupi njeriut është një univers më vete. Çdo ditë ai kryen miliona procese të padukshme, të cilat na mbajnë gjallë, na mbrojnë dhe japin funksion çdo qelize, organi dhe mendimi. Megjithatë, pavarësisht se përdorim 24 orë në ditë, shumë prej nesh nuk e njohim plotësisht se çfarë mrekullish ndodhin brenda tij. Në këtë video do t'ju prezantoj 10 fakte të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Fakte që me shumë gjasa nuk i keni dëgjuar kur më parë. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Fakti numër 10. Zemra juaj është shumë e fuqishme se sa mendoni. Zemra nuk është thjesht një organ që pompon gjak. Ajo prodhon një presion aq të fortë sa nëse gjaku do të dilte në mënyrë të lirë, do të mund të arrinte deri në 8 apo 9 metra lartësi. Ky presion është i nevojshëm për të dërguar gjakun në çdo skaj të trupit, nga majat e gishtave e deri tek qelizat më të largëta. Gjatë jetës suaj, zemra rreh mbi 3 miliard herë, duke pompuar qindra mijëra litra gjak. Fakti numër 9. Mushkrit kanë një sipërfaqe gjigante të fshehur brenda tyre. Nga jashtë, mushkrit duken shumë të zakonshme, por brenda tyre fshihen miliona qeska të vogla ajri të quajtur alveola. Nëse këto qeska do të shpaloseshin në një sipërfaqe të vetme, ato do të mbulonin hapësirë sa gjysma një fushe tenise. Kjo sipërfaqe pabesueshme është ajo që i jep trupit ton aftësinë e thithjes dhe shkëmbimit të oksigjenit në mënyrë jashtëzakonisht efikase. Fakti numër 8. Acidi i stomakut është aq i fortë sa mund të tret metal. Stomaku prodhon acid klorhidrik, një substancë kaq të fortë sa mund të tret edhe copa metali për fshirë hekurin. Arsyeja pse stomaku nuk tret vetveten është mbrojtja e tij e jashtëzakonshme, një shtresë e trashë mukoze që rigjenerohet vazhdimisht. Ky acid i fortë është i domosdoshëm për të thyer ushqimin, për të agjesuar bakteret e rrezikshme dhe për të ndihmuar trupin të përthithë lëndët ushqyese. Fakti numër 7. Truri funksionon me energjinë e një llampe të vogël. Edhe pse përbën vetëm rreth 2% të peshës së trupit, truri konsumon afërsisht 20% të energjisë totale që prodhon trupi. Aktiviteti i qelizave nervore është aq intensiv sa gjatë funksionimit truri prodhon një sasi energjie të ngjashme me një llampë 20 vatësh. Edhe kur jeni duke fjetur, truri juaj mbetet jashtëzakonisht aktiv. Fakti numër 6. Shija nuk vjen vetëm nga gjuha. Edhe pse shumica e njerëzve mendojnë se ndjesia e shijes është e lidhur vetëm me gjuhën, në të vërtetë rreth 80% e shijes vjen nga aroma. Nëse hunda juaj është bllokuar, receptorët e nuhatjes nuk funksionojnë si duhet. Prandaj ushqimi menjëherë bëhet i pasheshëm. Aroma dhe shija bashkohen në tru, duke krijuar ndjesinë që ne e njohim si shije të plotë. Fakti numër 5. Lëkura është organi më i madh i trupit. Lëkura nuk është thjesht një mbulesë. Ajo është organi më i madh i trupit dhe peshon rreth 15% të peshës totale të njeriut. Lëkura përmban miliona nerva, gjëndra djamore, pore dhe një sistem të tërë imunitar që na mbron nga mikrobet, rrezatimet dhe dëmtimet. Çdo 28 deri në 30 ditë, trupi zëvendëson plotësisht rrezën e sipërme të lëkurës me qeliza të reja. Fakti numër 4. Trupi juaj ka më shumë baktere se sa qeliza njerëzore. Në trupin tonë jetojnë triliona baktere të dobishme, kryesisht në zorë. Edhe pse ky fakt tingëllon i çuditshëm, shumë shkencëtarë besojnë se ne kemi më shumë qeliza bakteriale se sa qeliza njerëzore. Këto baktere janë absolutisht të domosdoshme. Ato ndihmojnë në tretje, prodhojnë vitamina dhe forcojnë sistemin imunitar. Fakti numër 3. Trupi rigjeneron vazhdimisht veten. Shumica e qelizave në trup kanë një afat jetese. Qelizat e zorëve zëvendësohen çdo 2 apo 6 ditë. Qelizat e lëkurës çdo 4 javë. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut çdo 120 ditë. Ndërkohë disa qeliza, si ato të trurit, zgjasen gjatë gjithë jetës. Trupi është një makineri e përsosur vetri përtrishëse. Fakti numër 2. ADN-ja jote mund të arrijë deri në diell dhe të kthehet disa herë. Nëse do ta merrim të gjitha ADN-n e ndodhur në trupin e njeriut dhe do ta shtrinim në një vit e drejtë, ajo do të arrinte në një distancë marrëmendse, rreth 150 miliard kilometra, aq shumë sa do të mund të udhëtonte nga toka deri në diell dhe të kthehej mbrapsht pothuajse 500 herë. Kjo tregon kompleksitetin e jashtëzakonshëm në materialin tonë gjenetik. Fakti numër 1.
Zemra juaj ka një ritëm unik që askur tjetër në botë nuk e ka. Edhe pse secili prej nesh ka një strukturë të ngjashme trupore, ritmi i zemrës sonë është pa unik sa shenja e gishtit. Asnjë person në botë nuk ka model identik të valve elektrike të zemrës me një tjetër. Për këtë arsye, elektrokardiograma mund të përdoret si identifikues individual. Trupi i njeriut është një mekanizëm i pabesueshëm, plot mistere dhe procese që ndodhin pa ndërprerje çdo sekond. Sa më shumë mësojmë për të, aq më shumë kuptojmë se sa i ndërlikuar, i fuqishëm dhe i mrekullueshëm është. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.